mbyllur kapitull. Pse do ta mbyllur për kapitull se Milan i iku Champions League. Po, ne dinim të gjithë sot. Dhe iku grupi i glitare gjithë me radhë. Oti ne dinim gjithë sot që do e merrte natje kampionatin. Desha Elbasani me Vllaznin u bën ndeshje shumë e bukur. Për mendimin tim. Dhe kampion morali s'kishte vlerë nëse nuk luaj kjo vlla. Prandaj kishte vënë federata në dy. Problemi vlerë, problemi që njerëzit që në stadium u kënaqën me ndeshjen e Elbasanit me Vllaznin. Edhe golat ishin shumë mirë. Ardhur stadium më buri. Po ata që ishin, edhe ne që nuk ka pas njerëz në Final Four, prandaj duhet bërë një gjë që këtu duhet një rregullim që të bëhet. Po bëhet, prandaj mendojnë. Në vitin e kaluar patëm një Final Four me gjysmëfinale dhe finale. Mendoj se të gjithë ishin pak kënaq prapë. Edhe me këtë formulë, pavarësisht se ai kampionat u nda nga nesha finale ku dy skuadrat e para dhe e dyta luajtën, edhe verdikti zgjodhi të skuadrën që e fitoi kampionatin. Edhe në këtë sezon, kontestimet shumëta, pavarësisht se formula u ndryshua. Kjo formula solli që në ndeshjen e fundit të kishte një skuadër që ishte jashtë objektiva. Jashtë çdo lloj objektivi, pra një skuadër që plus dëmtimeve që kishte ishte jashtë objektivit. Tani kjo është problemi i formulës, themi ne, se skuadrat të gjithë e kanë, në fjalë, mendoj që nëse do bëhet në Final Four, tjetë me finale më mirë se sa. Po këtu tolerum o dëprim tani. Ky kundër. Jo më kundër, o dëprim. Pas vjet nuk ishit të kënaqur. Ndeshjet e fundit, jeta koti që u luaj tamam. Presidentët janë kundër, ata që po president, se presidentët janë shkallët e stadiumit, protagonistët lojë tani. Do gënjen veten akoma me futbollin. E disa pishman më sot. O dëprim, po flasim për pjesë teknike. Pjesë teknike brenda fushës. Xhaferi duhet të ishte kampioni. Po është pishman më pra të votën që ka dhënë. Po s'ka që mos pishman. Aty janë edhe si Albani, janë edhe tjerë. Po kush e tha më që toleronin ndeshjet e fundit tani? Fituan gjithë ekipet e fundit, fituan me ekipet e para. Ja ku erdhi rezultati. Faza Vllaznia është e parë, është kampion e Shqipërisë. Po edhe Elbasani sot, edhe Elbasani me gol avarash. Jashtëzakonisht mirë dhe Elbasani, do të themi fjalë mira edhe për Elbasani. Jo, një sekondë. Për mua Elbasani është jashtëzakonisht mirë. Për trajnerin që ka, për presidentin që ka dhe për tifozin që ka. Edhe loj ka bërë shumë mirë. Jashtëzakonisht mirë. Edhe Shkodra. Më shkruaj një 200 tifoza, po thonë, e mori ky e bleu këtu, unë nuk ka shtojnë. Qofse ju keni në një foto, në një video, ma dërgoni, se unë nuk mund të them tani ç'a mendon çdo tifoz, rreth 200 që janë këtu. Por megjithatë, unë po shkruaj Artan Hoxha gazetar më shkruan për programin. Dinamo me 8 mungesa thot nga dëmtimet në Kupën e Europës që nisin në 9 korrik me Bryllin e Martinit dhe Xhaferit në Shkodër e ju doni Dinamo të luaj për Vllaznin. Dhe jeni. Më thot Tan Hoxha. Jo, s'po them, kush po thot kështu tani? Po jo, më valla, s'po themi shkruan. S'po themi fare. Jo, nuk po themi kështu. E përshëndesim. Nuk është logjike kjo. Hoxha, po ku e dëgjoj ai që ne tham që duhet luaj Dinamo për Vllaznin? Duhet luajnë futboll tjetër. Nuk është logjike kjo. Konkretisht që thatë në kampionatin ton kemi problem të madh. Ne marrim diskutimin edhe këtu në studio që po bëjmë edhe diskutojmë parcela fazat ndryshme të kampionatit. Kampionati jonë është i deformuar total. Për arsye se dy ekipet pretendente për të marrë titullin kundra të gjitha benefiteve të veta, kundra objektivave të veta vajtën tolerun për para se shkojnë në Final Four. Nuk kanë asnjë të drejtë të ngrenë pyetje sot pse unë s'dola kampion, formula është e keqe. Ti kishe diferencë pikësh, mos toleroje vlla. Ne nuk jemi në kampionat anglez që ekipi vendit fundit vetë fiton te ekipi vendit parë atje dhe me 2-0. Këto janë oscilacione rrugës që diku mas edhe pa dashje u ka rrëshkita, diku ka mbo sikur. Por ato lem pasojë të cilësia dhe të forma e skuadrës, ti nuk mund t'jesh më i vazhdueshëm në rezultat, i qëndrueshëm në rezultat. Po qëse një herë dy toleron, ty të humbet drejta morale për të qenë pretendenti asaj, se ti e kishe në dorë. Dhe shfrytëzoje mundësit tuaja në maksimum, pasaj ankohu për formulën. Nuk ka drejta ankohet as Elbasani, as Shkodra për këtë formulë. Sepse kishin diferencën e duhur të pikëve për të qenë të qetë, duke luftuar vetëm të dyja. Po çfarë ndodhi? Këto i dhanë shanse duke toleruar, ju dhanë shanse Egnatias t'ju afrojë me pikë, t'ishte pretendente në Final Four.
Po sigurisht, po ja hodhe dorashkën, pse mos e pretendoj 3 javë të fundit edhe Ignatia? Ignatia menaxher shumë bukur. Në fundit E kampionatit. kuptoj, po të Panorama Sport shkruan shtypi ka pas problemet e vllaznia, pikërisht midis Jagos, lojtarit ansor, me njërashtit të vllaznisë dhe pjesë stafit. Probleme, përplasja, thot, duke i reveruar shtypit sportiv. Nuk është atmosfera më e mirë e mundshme Zhupa tani te Shkodra. Tani normale, domethënë u humi ndeshje përsëri, e dyta agravohet situata edhe nga pikpamja emocionale, por ato janë gjëra normale që ndodhin në këto situata. Pjesa tjetër pasaj që mbaron ndeshja, që bëhet analiza dhe qetësojnë gjarkat kur si mund ta themi ose ulen tensionet, diskutohen me qetësi. I vetmi lajm pozitiv të vllaznia ishte që pas 14 javësh Begim Bala shënoi gol dhe u Okej, nxjerrim pak edhe foton e Ignatios, ju lutem, ekipin kampion që të analizojmë pak me vet. Juli, kush janë lojtarët pjesa më qendrore që janë protagonistë mëdhenj të kësaj skuadre që arriti të marrë një titull shumë të rëndësishëm, qytet i vogël që arrin diçka shumë të madhe në futboll. Ka një bosht prej shumë vitesh që Ignatia ka, pavarësisht se portierit Dajsinani nuk është në periudhën e fundit, dhe është një mungesë e rëndësishme, por Xhemali është një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes së Ignatias në repartin e mbrojtjes, pavarësisht dhe lojtarëve të tjerë që janë krah tij që kanë performuar shumë mirë, por ky është lideri i këtij reparti. Mendoj që Aleksi është lojtari kyç i kampionatit që me të vërtet ka dhënë prova që është një nga lojtarët më të mirë në rolin e tij. Në çdo skuadër që ai ka shkuar në vitet e fundit, që eksperienca e tij tashmë ka marrë dhe atë nivelin maksimal, ai çdo skuadër është shpallur kampione si Teuta, si Tirana dhe edhe tani tashmë dhe Ignatia. Dhe Fernandes është një tjetër lojtar që me të vërtet është një nga mezallat më të mirë në kampionat, dhe një lojtar që luan në disa pozicione, pra një lojtar me personalitet, mund të themi, shumë të madh, që në momentet decisive në ndeshjet e forta, është ai që vendos ndeshjet. Dhe patjetër, që është një nga lojtarët më të mirë të kësaj Ignatie. Mund të kemi edhe shumë lojtarë të tjerë, nuk s'du t'i prek gjithë. Patjetër që gjithë lojtarë, por këto janë më kryesorët, mund të themi, të boshtit. Aleksi është sa tremo, Aleksi është sa 2-3 lojtarë në fushë. Okej. Se bën edhe pjesën e trajnerit në fushën e lojës. Në grupi i mbajtur për shumë vite, krijon stabilitet loje. Faktori kryesor i Ignatias për qenë aty është stabiliteti, është i qëndrueshëm, ka vazhdimsi. Nuk i shkëputet puna çdo vit ndroj nga 11 lojtarë të marrë 11 lojtarë tjerë se s'prodhon dot lojë. Edi. Atëherë unë mendoj kualiteti i Ignatis është nga skuadrat e Superligës më të mira. Përveç se ka kualitet lojtarësh, ka shtyllën kryesore atë që tha dhe Juli. Ajo është kampion, është nga më. Ka edhe diçka tjetër. Mendoj që stafet teknike menaxhimit duke nga drejtori sportiv, nga drejtori teknik, nga gjitha, kanë atë domethënë anën profesionale që nuk ndurin shumë ke tekniku, ke trajneri. Dhe kjo e le më të qetë trajnerin që të punojë mirë. Kurse pjesa tjetër pasaj anës ekonomike, atë që tha dhe dëfrimi, mbase grupi menaxherëve të cilët janë brenda kësaj skuadre, kanë besueshmërinë ke presidenca, e cila në momente të caktuara i jep hakun e dur, domethënë qoftë anës ekonomike, po qoftë. Demrozi ka shumë para apo ka shumë ide?